Pa diskutim, mendoj që ishte një fitore madhe, marrë kombëtare, me një kundërshtar historikisht, një kundërshtar i egër, me histori jo të këndshme, një hakmarrje në formë sportive më të bukur se kaq nuk mundet mu realizu, në një tokë shqiptare, por në fakt në një territor serb, në hartën e territorit serb. Mendoj që energjia e ekipit ishte si rrallë herë, më pëlqej shumë mënyra se si e kishte përgatit skuadra neshin, pavarësisht se ka kanë një presion i madh në gjitha drejtimet. Ne të regum maturi, të regum që jena pavarësisht se është një presion edhe në skuadrën tonë, po unë kuptova që në atë fushë presionin më të madh e kishin serbt dhe skuadra jonë të regoj vlera profesionale dhe trimni. Është shumë e rëndësishme me citu që djemt luajtën me trimnin këtë ndeshje.